Lojtarët që luajnë në Europë po vazhdojnë ta refuzojnë mundësinë për të përfaqësuar Kosovën, e kësaj liste është bashkuar talenti Olti Hyseni që e sheh veten si danez. Hyseni është duke mahnitur të gjithë në Zvicër pasi ka debutuar në divizionin e parë Liga e dytë si 16 vjeçar, ndërsa ka shënuar 2 gola e dhuruar një asistim në 6 paraqitje. Megjithatë, Hyseni e ka bërë të qartë se qysh në këtë moshë të hershme s'po e konsideron fare përfaqësimin e Kosovës, pasi ndihet danez dhe që Danimarka ka një kombëtare më të mirë. Nëna ime erdhi në Danimark në vitin 1999, babai nuk kishte pasaportë daneze dhe nuk u lejua. Në vitin 2007 mori leje dhe na u bashkua në Danimark, një ditë para se të lindja. E kam ndjenjën se ka pak për Kosovën brenda meje, por jam më shumë danez, u linda dhe rrita këtu, ndaj të luaj për Kosovën s'është nën konsideratën time. Ndihem danez dhe Danimarka ka kombëtare më të mirë, tha golashnuesi më i ri në historinë e klubit të Sander Juskes. Përndryshe, Hyseni lua në pozitën e ansorit të majt, ku ka bërë 4 paraqitje për Danimarkën U17, duke realizuar një gol në përgjithësi. Mita, i cili është duke shkëlqyer me kombëtaren shqiptare dhe me skuadrën e Al Ittihad, ka folur së fundmi për karrierën e tij. Gjithashtu ai shprehu dashurinë e madhe që ka për Shqipërinë, teksa shpjegon se nuk është grek dhe pse ka lindur në shtetin helen, duke theksuar se ndihet krenar sa herë që sheh flamurin shqiptar. Kam pasur një situatë të vështirë në Greqi. Problemi me futbollin grek është se ata nuk u besojnë fare lojtarëve të rinj. Ata presin me njëherë një paraqitje të jashtëzakonshme nga një djalosh i ri në ndeshjen e tij debutuese. Praktikisht nuk ka asnjë shans për gabim, nëse dilni dhe nuk tregoni asgjë, ata fillojnë t'ju marinojnë në një kavanoz. Për shkak të kësaj, shumë djem të rinj u mërzitëm dhe i dham fund karrierës së tyre në futboll. Jam përballur edhe me këtë tmerr. Në sezonin tim të parë për AEK në moshën 17 vjeçare kam luajtur rreth 30 ndeshje, por në sezonin tjetër kam luajtur vetëm 2. Oferta nga Lokomotiva e Moskës ishte një frymë e freskët për mua, një shans për të larguar përgjithmonë nga një vend ku ata nuk besojnë në mua. Për më tepër, në atë kohë Premier Liga ruse ishte liga e 6 në Europë. Preferoj të punoj në gjëra që mund të më bëjnë më të shpejt, më fleksibël dhe më teknik. Unë nuk jam një bodybuilder për të patur parsor masë muskulore. Në artet marciale, muskujt nuk luajnë gjithmonë një rol kryesor. Ato mund të fitohen me dinakëri dhe teknik. Një futbollist i dobët mund të jetë mirë për shkak të inteligjencës së tij. Disa avantazhet në rushtësi. Gjëja e parë është bllokimi i trafikut, unë jam mësuar tashmë. Së dyti çmimet e larta për pothuajse gjithçka përveç benzinës. Jeta në Moskë është shumë më e shtrenjtë se në Greqi. Së treti, kamerat që kontrollojnë shpejtësinë. Kjo është absolutisht e tmerrshme, si arrin t'i kapin të gjithë kështu. Vitin e kaluar kam pasur 5-6 gjoba. Unë kam lindur në Athinë, por jam shqiptar. Fakti që kam lindur në Athinë nuk më bën grek. Kam shumë miq atje. Flas greqisht dhe dua të vend për mundësinë që më ka dhënë mua dhe familjes time, por unë dashuroj më shumë Shqipërinë time. Jam një patriot i atdheu tim. Kur shoh flamurin shqiptar dhe flas me shqiptarët, mbushem me një ndjenjë krenarie. Është shprehur mbrojtësi i kombëtares shqiptare Mario Mitaj, i cili aktualisht është duke shkëlqyer me Al Ittihad.